Imagjinoni pak, një copë shkume, diçka që duket kaq e parëndësishme, të shkaktojë një nga katastrofat më të mëdha hapësinore. E pabesueshme apo jo? E po, pikërisht kjo ndodhi me anijen kozmike Columbia. Sot do të shqytemi thellë në këtë histori tragjike, jo vetëm për të parë çfarë ndodhi, por për të kuptuar pse. Si ka mundësi që edhe organizatat më brillante si NASA mund të bëjnë gabime kaq katastrofike? Ky citim nga generali Dwayne Dail e përmbledh në mënyrë perfekte. Shkuma e shkaktoi, por institucioni e lejoi. Pra, e kuptoni, problemi teknik, ajo copa e shkumës, ishte vetëm simptoma. Sëmundja e vërtet ishte shumë e thellë. Kjo është një histori dështimi, por jo e teknologjisë. Është një histori dështimi njerëzor, dështimi një sistemi të tërë vendimarrjeje. Dhe ja ku gjërat bëhen vërtet dramatike. Shikoni këtë kronologji. Goditja ndodh ditën e parë. Dëmi zbulohet që ditën e dytë. Dhe katastrofa vetëm 15 ditë më vonë. Pra ishte një dritare kohore prej 2 javë të shtypura. 2 javë! Mjaftueshëm kohë për të analizuar, për të kuptuar, për të vepruar. E megjithatë, asgjë nuk u bë. Kjo është pyetja që na mundon të gjithëve. Pse? Për të gjetur përgjigjen duhet të kuptojmë 2 koncepte kyçe. Dhe këto nuk vlejnë vetëm për NASA-n apo anijet kosmike, por për çdo organizat, çdo ekip që përballet me një situatë të pasigurt. Le t'i shohim pak më nga afër. Koncepti i parë është ai që quhet kërcënim i paqartë. Çfarë do të thotë kjo? E po, imagjinoni një rrezik ku nuk i ke të gjitha informacionet. Diçka nuk shkon, por nuk je i sigurt sa serioze është. Pikërisht kjo ishte goditja e shkumës. Kishte ndodhur edhe në fluturimet e mëparshme dhe nuk ishte pasur asnjë pasojë. Pra, menaxherët menduan, e kemi parë këtë gjë më parë, nuk është problem. Por a ishte vërtet kështu këtë herë? Kjo ishte pikpyetja e madhe. Dhe kjo na çon te koncepti i dytë, dritarja e rimëkëmbjes. Kjo është periudha kritike midis momentit kur e kupton që ke një kërcënim të paqartë dhe momentit kur ndodh fatkesia. Për Columbian, kjo dritare ishte saktësisht 2 javë. Një orë që tiktakte në orbit, një shans, ndoshta i vetmi, për të ndërhyrë dhe për të shmangur tragedinë. Pra kishim një kërcënim të paqartë dhe një dritare 2 javore për të vepruar. Pse nuk u bë asgjë? Hetimi pas aksidentit tregoi se dështimi nuk ishte vetëm një gabim i vetëm. Ishte një dështim në zinxhir, një kolaps total në 3 nivele të ndryshme të organizatës. Le t'i zbërthejmë këto 3 nivele. Do të filloj me nivelin individual, pra atë kognitiv. Pastaj do të kalojmë te dinamika ekipore dhe në fund do të shohim kulturën e përgjithshme organizative. Do të shohim se si këto 3 element u bashkuan për të krijuar katastrofën. Në nivelin e parë, kemi të bëjmë me mënyrën se si funksionon truri ynë, pra me dështimet kognitive. Një prej tyre, ndoshta më i rrezikshëm këtu, ishte anësia e konfirmimit. Kjo do të thotë që menaxherët kërkonin prova që konfirmonin atë që ata tashmë besonin, që goditja nuk ishte problem. Pse? Sepse kështu kishte ndodhur gjithmonë. Shto këtu edhe një vetbesim të tepruar, pas kaq shumë misioneve të suksesshme, dhe krijohet një koktel vdekjeprurës. Ata thjesht nuk mund ta imagjinonin që diçka mund të shkonte keq. Pastaj kalojmë te niveli 2, dështimet ekipore. Ekipi që supozoi të hetonte dëmin, në fakt nuk ishte asnjë fuqi reale. Nuk ishte as autoritet, as burime. Por problemi më i madh ishte mungesa e sigurisë psikologjike. Njerëzit thjesht nuk ndiheshin rehat të ngrinin zërin dhe të kundërshtonin shefat e tyre. Mbledhjet dominoheshin nga një person, dhe inxhinierët që kishin dyshime serioze nuk guxonin t'i shprehin ato hapur. Kështu, shqetësimet e tyre u zbutën, u filtruan dhe kurrë nuk arritën aty ku duhej. Dhe kjo fjali nga inxhinieri Rodney Rosha është thjesht tronditëse. Nuk munda të flisja më me forcë, jam shumë poshtë në hierarki. Kjo tregon gjithçka. Kur ekspertët më të mirë ndihen kaq të pafuqishëm për të komunikuar një rrezik, atëherë sistemi ka dështuar totalisht. Dhe kjo na çon te niveli 8, ai organizativ. E gjithë kultura e NASA-s në atë kohë ishte problematike. Ekzistonte një hierarki aq e ngurtë saqë ishte pothuajse e pamundur të flisje me dikë 2 nivele më lart se ti. Por pika më kritike dhe ndoshta mësimi më i madh nga gjithë kjo histori është kjo. Barra e provës ishte e përmbysur. Çfarë do të thotë? Do të thotë që kultura kërkonte nga inxhinierët të provonin me faktet pa kundërshtyeshme që anija ishte në rrezik. Në vend që të ishte e kundërta, menaxhmenti duhet të provonte që anija ishte e sigurt për të kthyer. Ky ndryshim perspektive është absolutisht fatal. Pra, kur përballesh me një kërcënim të tillë të paqartë, ke 2 rrugë për të ndjekur, 2 mënyra të ndryshme mendimi. Mund të zgjedhësh rrugën konfirmuese ose atë eksploruese. Siç e kemi kuptuar tashmë,
NASA mori rrugën e gabuar. Le t'i krahasojmë pak këto dy qasje. Përgjigjja konfirmuese, ajo që ndoqi NASA niset nga ideja që gjithçka është normale. Ajo pret për prova, është pasive. Nga ana tjetër, përgjigjja eksploruese është krejt e kundërta. Ajo niset nga pyetja po sikur t'jemi gabim. Ajo nuk pret, por kërkon në mënyrë aktive informacion, është proaktive. Njëra qasje kërkon prova që sistemi është i pasigurt, ndërsa tjetra kërkon të sigurohet që sistemi është i sigurt. Diferenca është si nata me ditën, dhe në këtë rast ishte diferenca midis jetës dhe vdekjes. Ja një shembull konkret se si do të dukej ndryshimi. Një mundësi eksploruese do të ishte e uritur për më shumë të dhëna. Do të thoshte, na duhen foto, na duhen imazhe satelitore për të parë dëmin. Dhe në fakt, inxhinierët i kërkuar këto imazhe, jo një herë, por 3 herë, dhe të treja herët kërkesat e tyre u anuluan nga menaxhmenti. Imagjinoni pak, një mundësi kaq e qartë për të mësuar më shumë, thjesht u hodh poshtë. Tani mund të mendohet, a është e mundur që një organizatë gjigante të ketë një kulturë të tillë eksploruese pa u paralizuar nga çdo problem i vogël? Përgjigjja është një po e madhe. Dhe ka një shembull të përsosur nga bota e industrisë që na tregon se si bëhet. Po flasim për Toyotan dhe sistemin e tyre të famshëm Andon Cord. Ideja është genialisht e thjeshtë. Çdo punonjës në linjën e prodhimit, çdo njeri ka një litar mbi kokë. Nëse sheh problemin më të vogël, edhe një dyshim, ai e tërheq litarin. Kjo nuk e ndalon menjëherë të gjithë fabrikën, por thret menjëherë një ekip për të parë problemin. Ata ose zgjidhin aty për aty, ose, nëse është serioze, e ndalojnë të gjithë linjën. Çfarë bën kjo? E bën identifikimin e problemeve një zakon të përditshëm dhe kolektiv. Nuk është një luftë kundër hierarkisë si te NASA, është thjesht pjesë e punës. Dhe kjo na kthen te një urtësi e lashtë nga Aristoteli. Ne jemi ajo që bëjmë në mënyrë të përsëritur. Përsosmëria, pra, nuk është një akt, por një zakon. Dhe ky është mësimi thelbësor. Siguria, përsosmëria nuk vijnë nga një vendim heroik në momentin e krizës. Ato vijnë nga ndërtimi i zakoneve të duhura çdo ditë. Zakoni për të pyetur, zakoni për të dëgjuar dhe zakoni për të përballur me të vërtetat edhe kur ato janë të pakëndshme. Në fund fundit, historia e Anijes Columbia është shumë më tepër se një histori për udhëtimet në hapësirë. Është një pasqyrë e fuqishme për mënyrën se si ne, si individ, si ekipe dhe si organizata, reagojmë përballë pasigurisë. Zgjedhjet që bëjmë në ato momente kritike, kur informacioni është i paqartë, kanë pasoja të jashtëzakonshme. Kështu që, pyetja përfundimtare që lind nga gjithë kjo analizë është kjo: kur kërcënimi nuk është i qartë, si zgjedhim ne të përgjigjemi?